se më të mirët na udhëheqin në të gjitha fushat e jetës, rritet shumë mundësia që gjërat të bëhen më mirë në të gjitha sektorët. Rritet shumë mundësia që në politikë të angazhohen më të mirët. Sot në politikë njerëzit nuk angazhohen, e më pyet mua për këtë që mundohem t'i bind të angazhohen, ata që kanë vlera, sepse kanë frikën e baltës. Thonë, politika në Shqipëri është një kënet e madhe dhe nuk e kanë keq, është një kënet edhe më e madhe se sa duket. Është një baltë që hidhet nga çdo anë. Është një model të cilin ne duhet ta luftojmë. Është një model që shkatron psikologjikisht njerëz të tërë, e shkatron jetë. Dhe të mirët qëndrojnë më njanë, duke mos u futur të mirët në politikë, futen ata të cilët kanë vese, duke u futur ata të cilët kanë trafikuar lart e poshtë. Motrat e Shqipërisë e lënë narkotike, e meradh, e duke u futur ata që merren me korrupsion lart e poshtë, ndodh që vendi shkon në një qasje tjetër dhe shkon në nivelet që ka degraduar Shqipëria deri sotshme në ekonomi, në art, në kulturë, në aspekte sociale, me radhë, ku shkatruar thuajse çdo parim dhe çdo celul e shoqërisë dhe e shtetit tonë. Por nëse të mirët nuk angazhohen, sigurisht që nuk do ngelet vendi bosh. Do vinë këta të tjerët. E nëse vinë këta të tjerët, këta marrin shokët e vet. Se si the ti, një doktor profesor nuk rrit dot me një që ka trafikuar femër. Nuk rrit dot. Në këtë drejtim, këta marrin rrethin e tyre. Pra marrin dhe afrojnë rrethin e tyre dhe ndaj ka ndodhur që në Shqipëri punët kanë shkuar keq se ata që e kanë kap pushtetin kanë marrë rrethin e tyre dhe rrethi i tyre nuk ka qenë rreth i mirë. Për këtë arsye na duhet ta çajmë sistemin që të krijojmë mundësinë që të mirët të fillojnë të merren me politikë. Dhe kjo është